Maqedonia e Veriut po vazhdon të përballet me një sër zjarresh pyjore dhe zjarresh në hapësira të hapura, të cilat kanë përfshirë pjesë të ndryshme të vendit. Sipas informacioneve nga Qendra për Menaxhimin e Krizave, është paraqitur një sfidë serioze për shërbimet zjarfikëse dhe të gjithë sistemin e menaxhimit të krizave, dhe se situata në teren është jashtëzakonisht e vështirë. Sipas raporteve të QMK-s, për 24 orët e fundit janë regjistruar gjithsej 14 zjarre në hapësira të hapura, prej të cilave 9 janë aktive. Ky numër i lartë i zjarreve paraqet një problem të vazhdueshëm gjatë gjithë muajit gusht, kryesisht për shkak të temperaturave të larta të verës. Gjatë këtij muaji, situata ka qenë kritike në pjesën qendrore dhe jugore të vendit. Zjarre të fuqishme janë regjistruar më herët në rrethin të Prilepit, si dhe në Dobrushev, ku flakët kanë përfshirë qindra hektar pyje dhe vegjetacion të ulët. Zjarret paraqesin kërcënim për ekosistemet pyjore, tokat bujqësore, ndërsa në momente të caktuara kritike edhe për vendbanimet pranë zonave të prekura. Sipas të dhënave të QMK-s, zjarre aktive ka në 9 komuna në mbar vendin. QMK-ja vazhdimisht u bën thirrje të repta qytetarëve për kujdes maksimal, duke rikujtuar se ndezja e zjarreve në hapësira të hapura është rreptësisht e ndaluar dhe jashtëzakonisht e rrezikshme në kushte të tilla atmosferike.